Episodet në një serial janë si këto kopsat që janë aty, por duhet t'i vendosësh akoma në trup. Një aventurë e jashtëzakonshme po vjen. La grande avventura sta per incominciare. Sandokan, seriali që na bën edhe të dy bashkë për të thënë që është prodhimi që mezi kemi pritur ndonjëherë në Vision Plus, por është fatosërisht ai që na tregon të gjitha detajet e nevojshme. Përshëndetje shumë kemi entuziazëm. Sa shumë forcë që sjell. E jashtëzakonshme. Është do të thosha një nga eventet më të rëndësishme edhe për të mos u humbur që do të ndodhi gjatë ndrimit të viteve në Vision Plus. Dhe ne jemi shumë të kënaqur, shumë krenar që e kemi në ofertën e programeve të vitit. Koha është gjetje se kemi më shumë dëshirë të rrimë në shtëpi. Edhe më shumë të shohim gjithçka që na ofron Vision Plus. Data, ora, episodi i parë. Ta fillojmë me njëherë, data me njëherë. Mirë, atëherë në mesdrit, po e themi për herë të parë. Për herë të parë, po. Komunikojmë edhe në për spotet që do të transmetohet në një mbrëmje speciale. Episod i dy fisht, pra doppio episod, në datën 3 janar, mbrëmjen e së shtunës në orën 21. Fantastike, jemi në shtëpi, ushqimi vijon të jetë festiv, dhe kemi gjithë kohën e botës për të shijuar. Të hash duke parë Sandokan, është një nga prodhimet e risjellura televizive. Edhe të mendosh, edhe të reflektosh, edhe të udhëtosh, të imagjinosh Tajlandën, Malajzin, Kalabrin, janë vendet ku është gjiruar Sandokan. Sfide jashtëzakonshme, kostumografia, sheshgjërimet edhe të risjellësh në jetë. Do të përpiqem bëj një narracion të shkurtër me disa pamje ekskluzive, gjithashtu nga backstage-i. Do të fillojmë me skenografinë, që në fakt ekipi i ka vizituar këto skena, por në fakt pjesa kryesore është zhvilluar në këtë mrekulli teknologjike. Është një studio ovale, pothuajse në 360 gradë, një studio komplet me LED, ku janë rikrijuar të gjitha skenat e një deti të zhurmshëm, me dallk, me qetë, anijet janë vendosur aty, edhe është bërë një punë shumë e madhe për rikrijimin e anijeve, që për të thënë të drejtën është mbreslënës nga stafi italian, sepse ky është një prodhim italian, me regjisor italian, skenograf dhe kostumograf italian, me një cast multietnik që ne do ta flasim pak më vonë. Për të folur pak për skenarin. Skenari bën fjalë për Sandokanin, për një bandit që në fakt në këtë seri merr vetdije për origjinën e vet të komplikuar. Përgatitjet kanë qenë për një vit me radhë, si nga regjizori ashtu dhe nga protagonisti, nga Xhani Amani, kanë vizituar shpella, pyje, liqene, anije. Dhe xhungla është afër Afrikës së Jugut në Madagaskar. Janë këto plane që ne shikojmë, janë vërtet mbreslëmse. Është James Brooke, një nga protagonistët, është antagonisti, në fakt, është personazhi Ed Westwood, i parë tek fansat e Gossip Girl, i kete gjitha në rresht. Ai që është antagonisti dhe kundërshtari i Sandokanit në romancën e tij. Sandokani është edhe në luftime shumë i respektuar, është një burr me zemër të madhe, i gjithmonë i mbështetur nga Janec, që është një prej bashk pjesëmarrësve të Sandokanit në atë anijen e tij. Ai është pikërisht që ka shkruar kujtimet dhe i tregon si një lloj themi që aktori i cili luan Sandokanin është aktor turk apo jo? Xhani Aman është aktor me origjinë ballkanike. Është turk, por me origjinë ballkanike. Okej, gjë që afron më shumë pranë publikut. Besoj kemi parë në prodhime të tjera. Origjinë ballkanike drejt kinematografike. Drejt zonës shqiptare, sepse mamaja ka qenë nga Shkupi, por asimiluar për shkak të shumë
viteve në Turqit e Shkupit dhe gjithashtu edhe babai ka qenë kosovar, pra ka jetuar në Kosovë, por gjithashtu pjesë e komunitetit turk të Kosovës. Gjithsesi, Xhani Aman nuk e ka thënë asnjëherë që jam me origjinë shqiptare. Gjithsesi kanë bërë disa aktorë në fakt. Gjithsesi këto fakte dihen dhe e ka lënë hapur, pra e ka lënë me origjinë ballkanike. Kasti është i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm dhe kontraston sepse dy protagonistët e tjerë që është Mariana, Alana Blur dhe Ed Woodstocku që janë anglez me origjinë dhe janë praktikisht anglez. Dhe historia e kërkon që kemi të bëjmë një koloni... Po, është historia e herojit që princit të Burnet ose tigrit të Malajzis që kërkon të rimarë fronin e tij të shpëtoj popullin e tij. Target audienca, se kasti na bën një ftesë edhe tek brezi i ri. Po. Audienca, nëse do të shohim shifrat, kemi një moment të shifrave që janë vërtet mbreslënëse për premierën në Rai Uno, datën 1 dhjetor, ku kanë qenë praktikisht të fiksuar përpara ekranit 5 milion shikues. 5 milion. 5 milion shikues që e ka bërë që të jetë shumë i veçantë dhe ka fiksuar pozicionin e tij, një trend që ka vazhduar edhe gjatë javëve të tjera të transmetimit. Po ta shikojmë, në të njëjtën mbrëmje ka qenë dhe Grande Fratello, ky i zakonshmi që është akoma ose Baroj. Po. Ka qenë me një shifër gati 2 herë më pak se sa Sandokani. Nuk është kjo në fakt, është slajdi tjetër. Që na tregon për shikueshmërinë. Mirë. Në vendin e dytë është Grande Fratello me 14.3% dhe në vendin e parë, në serinë e parë ka qenë. Pra, mund një reality show të ka hershëm. Po. Fantastike. Kjo tregon se këto janë disa prej titujve që kanë qarkulluar në media ndërkombëtare, është distribuar nga Fremantle Media dhe është duke targetuar dhe së shpejti, pasi të mbaroj xhiron ton rajonale këtu, patjetër gjatë verës, gjatë pranverës, do ta shikojmë të shfaqur në shumë kanale televizive, sepse si thot dhe Xhani Aman, Sandokani nuk është një produkt lokal, por i përket të gjithëve, pra është një histori universale që i përket... Mirë, përpara se ti thosh disa të dhëna që e di që do i ndash me ne dhe i ke si informacione dokumentuara, nga 3 janari në orën 21, sa herë në javë do e shohim ditë... Çdo javë, çdo ditë të shtunë. Çdo ditë të shtunë nga një episod, sa episode ka total? Vetëm fillimi është me 2 episode, po sa episode janë total? Periudha do të jetë deri në 14 shkurt, janë 8 episode. Okej, nis me 3 janar dhe mbyllet me 14 shkurt, çdo të shtunë ora 21. Po, tosi. Tani vijmë me detajet, po, na duhet si o të bëhemi gati, edhe promo do jenë lajmëruese sigurisht. Po, këtu kemi natyrën pak, flasim pak për natyrën që është vërtet mbreslënse, janë shtuar bimë tropikale, palma, për dhënë një ndjesi të vendeve që zakonisht janë shumë të ndryshëm nga natyra jonë, sepse vetë Sandokani ka një thirrje drejt natyrës, është punuar gjithashtu edhe me 2 skena të tjera, është skena mitike e tigrit që plagoset në fluturim, që është ruajtur nga versioni original, por kemi edhe të shtuar edhe skenën me kobrën, që në set në fakt e kanë animuar me, mund të shikojmë edhe videon, duke mbajtur me dorë një personazh, një njeri, dhe më pas në kompjuter e kanë rianimuar duke sjell edhe këtë vlerë të shtuar të produksionit. Kostumet gjithashtu janë mbreslënse, ballot, koloniale. Po kemi edhe dashuri. Po, dashuria është ajo që linja kryesore. Linjat e secilit karakter më pas. Janë të 3, pra është një 3 këndsh dashurie. Midis Marianës, 20 vjeçare, Sandokanit, 36 vjeç, edhe James Brookut, ose Ed Woodstockut, që është 37-38 vjeç. Ka një 3 këndsh dashurie. Po, ky është 3 këndsh. Dhe në fakt lufta është për postin në rolin, apo është për dashurinë, kjo mbetet për tu parë? Synimi kryesor është që Sandokan
të rikthehet në identitetin e tij. Pra nga një pirat të shndrohet në atë që është realisht në princin. Atë që i zgjohet në vetëdije. Diçka tjetër për Darwin Etosi? Unë do doja që Gen Z, kujt i referohet më tepër janë ata që janë trendsetterat, pra ata që do të vendosin për suksesin e Sandokanit, ta eksplorojnë historinë e Sandokanit, edhe pse Sandokani funksionon për gjitha moshat, sepse ka një mitologji të fortë, ka pirat, aventura, rebelim, dashuri, ka një protagonist karizmatik si që është Gianni Amani, që tërheq brezat e rinj, ka nostalgji të menaxhuar mirë për brezat e vjetër, ka prodhim modern që i flet shikuesit të sotëm, ka ritëm dhe aksion që e bën universal dhe është një histori epike e cila nuk vjetrohet asnjëherë. Pra gjitha karakteristikat për të qenë një serial i suksesshëm që duket se ka kaluar dhe ka fituar bastin me publikun italian. Ta kemi parë, mos harrojmë, është më datë 3 janar, bëni gati për 2 episode dhe ta shijoj mirë fillim vitin me Sandokan, ndërkohë më pas çdo të shtunë takimi do të vijoj për gjithë ju që do jeni dashamirës. Fatos, faleminderit shumë që lajmet e mira i ndanë me dritën. Kënaqësi gjithmonë. Ndërkohë që publikut do shehemi material për gjithçka që ne folëm deri tani, një video të fundit të Sandokan dhe ne do shihemi me ta ditën e hënë.